Një arsye logjike sepse komisionet duhet të ngriten si trupat kuvendit, specifikisht ato të përhershme e që janë 4, bugjeti, legjislacioni, integrimi evropian dhe komunitetet jo shumic, vjen nga vetë emri i tyre, nga nominalja e tyre. Pra, ky lloj komisioni ka rol të vijueshëm, të qëndrueshëm, që ruhet e nuk ndërron, prandaj edhe quhen të përhershme, komisione të përhershme të kuvendit të Republikës. Në një farë mënyre, shteti i pavarur si Republikë Demokratike po na thot, pavarësisht dinamikave që mund të jenë, 4 komisione parlamentare i kam kyçe që të ekzistojnë dhe punojnë. Pra janë të përhershme pikrisht për situatat e zakonshme, e jo të zakonshme, janë qeverit në detyrë, në dorëheqje e fuqiplot. Ato janë komisione funksionale në funksion të ministrive që potencialisht mund të krijohen prej një qeverie që legislativi i voton. Ato prandaj edhe quhen komisione funksionale të Kuvendit të Republikës. Por 4 sosh janë të përhershme. Janë në shtetin ton të ingranuara edhe më thellë se vetë qeveria. Rrjedhimisht, në këso raste, veprojmë me trupat që janë esenciale, e gjendja tani është esenciale për Republikën tonë. E tash kur po i diskutojmë temat esenciale për vijimësitë punëve të shtetit, temat përkojnë pikrisht me fushvërimtarinë e këtyre komisioneve që janë të përhershme. Bugjeti për vitin 2026, bugjeti për Radio Televizionin e Kosovës, bugjeti 2025 për komunat e Prishtinës, Gjilanit e Zubin Potokut, plani i rritjes së Bashkimit Evropian dhe marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore. I nderuar kryetar Basha, të nderuar deputet, le të fillojmë me planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Sot po vendosim për miratim projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrahjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, e njohur si marrëveshja për instrumentin për reforma apo plani i rritjes, si dhe projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për kredin në kuadër të këtij instrumenti. Nga instrumenti për reforma dhe rritje, parashihet të përfitojmë 882.6 milion euro, nga të cilat afër 30% apo 253.3 milion euro janë grante, ndërka që pjesa tjetër 629.3 milion euro janë kredi. Qëllimi i marrëveshjes korniz, teksti se cilës është standard për të gjitha shtetet përfituese, është që të krijohet baza e përgjithshme kontraktuale që mundëson që Kosova të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian të ofruara në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Kurse qëllimi i marrëveshjes për kredin është që të rregullojë kushtet e ndërlidhura specifikisht për marrjen e pjesës së fondeve të Bashkimit Evropian që ofrohen si kredi dhe mënyrën e menaxhimit të tyre. Dua të rikujtoj se si qeveri, kur ishim në mandat të plot, i kemi dhënë rëndësi dhe prioritet këtij instrumenti, ashtu që të respektohen të gjitha afatet e vendosura nga ana e Komisionit Evropian. Ne kemi qenë ndër shtetet e para, në mos të parët, që kemi finalizuar agjendën e reformave dhe këtë e kemi arritur brenda afatit fillestar të vendosur nga Komisioni Evropian, gjersa formalisht e kemi miratuar qysh në tetor të vitit 2024. Megjithatë, pjesërisht nga vonesat në finalizimin e agjendës së reformave nga disa nga shtetet tjera përfituese, e pjesërisht për shkak të punës paralele që është zhvilluar nga vetë Komisioni Evropian për rregulloren e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti të ri dhe formatet e marrëveshjeve respektive, nuk ka qenë mundur procedimi i tyre nga legjislatura e kaluar e kuvendit. Formati standard përfundimtar i dakorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma për Kosovën është dërguar te ne me 15 nëntor në mënyrë elektronike.
dhe ne kemi kryer nënshkrimin sapo ka ardhur në Kosovë fizikisht dhe është pranuar në qeveri përkatësisht me 27 nëntor, ku po të njëjtën ditë është miratuar projekt ligji për ratifikimin e saj nga qeveria, pra në kohë rekorde prej anës tonë si ekzekutiv. Kurse për marrëveshjen për kredi, ne kemi miratuar nismen me 13 nëntor 2024, mirë po draftin final të marrëveshjes e kemi pranuar pas shpërndarjes së kuvendit në janar të vitit 2025. Si rezultat, kjo ka pamundësuar që marrëveshjet të hyjnë në fuqi dhe ne si shtet të mos mund përfitojmë nga parafinancimi në vlerë prej 7%, si dhe shumat e alokuara për reformat e implementuara. Andaj, me qenë sa afatet janë fikse dhe po ecin, sepse koha po kalon, ju ftoj sot që të votojmë miratimin e këtyre projekt ligjeve që të fillojmë të përfitojmë nga ky instrument. Koha nuk është burim i ripërtrishëm. Kalon në të kaluarën në pakthim. Çdo vonesë e më tutjeshme e komplikon dhe rrezikon si përfitimin ashtu edhe zbatimin e fondeve. Tjetra, sa i përket marrëveshjeve me Bankën Botërore. Me Bankën Botërore i kemi 3 marrëveshje. Njëra është në vlerë prej 9 milion euro dhe vjen si mbështetje buxhetore, kurse 2 tjerat janë nga 18,6 milion euro secila dhe janë për financim të projekteve aq shumë të nevojshme në arsim e në shëndetësi. Marrëveshja prej 9 milion eurove vjen në kuadër të programit të reformave që kemi zbatuar në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe si shpërblim për arritjet, norma e interesit do të jetë 0% për 12 vjet. Pra, kamat 0%. Një kredi me këso kamate 0% do të kishte lakmi secili shtet në çdo kohë. Dhe as që do të diskutohej a duhet miratuar apo jo. Por ja që te ne ka më shumë se një vit që ajo e pret ratifikimin. Nëse ka diçka për cilat do të hyjmë në histori, është pikërisht kjo, që një kredi me 0% kamat pret ratifikimin një vjet ditë, ndërkohë që nuk do të duhet kishte diskutim fare. Sepse një kredi të këtill, po e ritheksoj, do ta kishte lakmi secili shtet i botës në çdo kohë. Dhe nëse nuk ratifikohet në këtë seancë, e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 9 milion euro, për të cilët ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtillë. Ngjajshëm edhe 2 marrëveshjet për financim të projekteve. Në arsim parashihet investimin qerë dhe treja, kurse në shëndetësi parashihet ndërtimi i sistemit informativ shëndetësor, që është parakush për funksionalizimin e sigurimit shëndetësor. Nëse këto 2 marrëveshje nuk miratohen sot nga kuvendi, atëherë edhe mjetet për këto 2 projekte do të humben dhe do të shkaktohen vonesa të pakthyeshme në ndërtim të qerdheve për fëmijë, si dhe në zbatim të sigurimeve shëndetësore. Mëtej, ju e dini që në mbledhjen e 273 të Qeverisë Republikës së Kosovës kemi miratuar buxhetin për vitin 2026. Së pari kam kënaqësinë që të them që është një buxhet më i madh ndonjëherë në vlerë prej rreth 4 miliardë euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë buxhetuar për investime kapitale. Njërisi me këtë buxhet do të jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra kushdo që punon 12 muaj në sektorin publik me qeverinë që ka sjellur buxhetin për vitin 2026, në fund të vitit do të mund përfitoj edhe pagën e 13. Gjithashtu, është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0,5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku në 15 vitet e para të përvojës së punës zbatohej rritja për gjysmë më e vogël apo vetëm 0,25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik, varësisht nga vitet e përvojës së punës. Buxheti që kemi sjellur në kuvend
për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për tridh dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletimi i reformës asistencës sociale e shumë të tjera mbështetje për familjet në Kosovës, pa dallim komune apo komuniteti. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barna esenciale, por rritet gjithashtu dhe mbështetja për kulturën dhe për sportin. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe për bujqet, por rritet edhe buxheti për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se gjithashtu me këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vjushmëria e shtetit ton dhe zhvillimit të tij e progresit shoqëror në vendin ton. Radio Televizioni i Kosovës gjithashtu është në renditje sot. RTK-ja është institucion publik i themeluar nga Kuvendi. Dhe Kuvendi është përgjegjës për financimin e Radio Televizionit të Kosovës. Buxheti për Radio Televizionin e Kosovës madje as nuk varet nga qeveria. Interaksioni i vetëm i RTK-s është me trupat e Kuvendit. Konkretisht me Komisionin për Buxhet, i cili duhet të miratoj alokimin e fondeve për RTK-n. Me atë vendim, thesari me automatizëm bën ekzekutimin e transferit. Pra të rasti i RTK-s kemi një lidhje direkte midis Komisionit për Buxhet të Kuvendit të Republikës me thesarin e shtetit që ndodhet në kuadër të Ministrisë së Financave. Pra as nuk ka propozim e as miratim nga qeveria. Krejt çfarë duhet mund të bëhet për brenda Kuvendit duke themeluar Komisionin për Buxhet. Prandaj, nëse për ligjin e buxhetit opozita pas ka vërejtje e brenga në raport me qeverinë tonë detyrë, kjo nuk ekziston fare në rastin e RTK-s. Financimi për RTK-n nuk ka të bëj me qeverinë. Komisioni për Buxhet, thesari i shtetit. Në gusht të këtij viti, në mungesë të një kuvendi të konstituuar, ne si qeverinë detyrë e morëm vendimin që të ofrojmë një zgjidhje imediate, por të përkohshme. Një overdraft, nëse mund të quhet ashtu, e cila do të mbulonte nevojat deri në konstituim kuvendit. Meqense nuk e kishim ende kuvendin të konstituuar, sepse nuk ishte zgjedhur kryesia e kuvendit. Por tash kuvendi është i konstituuar, nuk ka asnjë arsye që të refuzohet miratimi i buxhetit të RTK-s nga kuvendi. Ndërsa qeveria në anën tjetër e ka të pamundur të ofroj overdraft mbi overdraftin. Kur vetë themeluesi Radio Televizionit Kosovës, që është Kuvendi i Republikës, refuzon të alokoj buxhetin. Të nderuar deputet, çdo kuvend ka legjitimitet që të marrë vendime në dobi të shtetit e të shoqërisë. Legaliteti vlen për të mbështetur legjitimitetin që kuvendit i buron nga populli. E drejta duhet edhe të ketë efekt në shoqëri. Nuk mjafton të jetë letër procedurash. Demokracia një mend është edhe procedurë, por procedurë për t'i bërë mirë shtetit dhe shoqërisë, jo për t'a blokuar veten apo për t'a pamundsuar dhënien e së mirës. I kemi marrëveshjet ndërkombëtare që i ka proceduar Presidentja e Republikës. Ato i duan 80 vota. Kjo nuk ka të bëj me asnjërin prej nesh veç e veç. Nuk ka rrugë tjetër veç se të gjithë bashkë të votojmë. Buxhetet e komunave 2025 duhet gjithashtu të votohen që të bëhen pagesat dhe të lahen borxhet. 3 komunat Kosovës, Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku, të nderuar deputet dhe ju të tjerë të pranishëm, po operojnë çdo muaj me 1/12 e buxhetit të vitit 2024. Merrni me mend, jemi në prag të vitit 2026
e këto 3 komuna operojnë me 1/12 e buxhetit vitit 2024. Pse të vazhdoj ky kufizim e ky pengim i tyre për projektet e tyre, për qytetarët e tyre e tonë? Buxheti i vitit 2026 që ka propozuar Qeveria e Republikës Kosovës, që është miratuar në mbledhjen tonë, është tejet i rëndësishëm sepse duhet që janari t'i gjejë të gjithë me paga e me rritjet e merituara të cilat burojnë nga rritja ekonomike.